Të dashur qytetarë, jam këtu para jush për të ngritur shqetësimin e banorëve të Juglindjes, në veçanti të banorëve të Bashkisë Prenjas, të cilët po përballen me një situatë të paprecedent të bllokuar prej disa ditësh. Nesër bëhet një javë që prej datës 19 shkurt, kur drejtori i përgjithshëm i ARSH-s deklaroi për rrëshqitje që prekin trupin e rrugës dhe urën në aksin nacional Librasht Prenjas. Situata degradoi më tej. Ajsa nuk ishte vetëm rruga e vjetër nacionale, ajo që u shkatrua komplet, por bashkë me të edhe korridori 8 përfundoi në lumin Shkumbin. Kësaj radhe nuk ishte mali, ai që piu shumë ujë, por ishin rreshjet e shumta të shiut. Të njëjtin refren dhe të njëjtin justifikim e dëgjuam edhe dje në mbledhjen e 8 drejtorëve, të cilët ja vun fajin rreshjeve të shumta stinës dhe nuk ju përgjigjen dy pyetjeve kryesore. A ishte kryer një studim gjeologjik para fillimit të punimeve për këtë rrugë strategjike dhe të rëndësishme? As drejtori i shërbimit gjeologjik dhe as drejtori i ARSH-s nuk dhanë përgjigje. Studimi gjeologjik është shumë i rëndësishëm kur ndërtohet një rrugë e re, sepse analizon përbërjen e tokës dhe të shkëmbimeve për të shmangur rrëshqitjet apo shëmbjet, parandalon dëmtimet serioze, si ky që ka ndodhur, duke identifikuar zonat me rrezik apo zona sismike, urat nëntoksore e kështu me radhë. Pra shkurt dhe shkoqur, nuk pati një studim gjeologjik para fillimit të punimeve në rrugën që po flasim, në aksin Librasht Prenjas dhe në gjithë korridorin e 8, sepse nuk ishte qëllimi ndërtimi një rrugë të sigurt, por synimi kryesor ka qenë ai i vjedhjeve marramëndse, duke ndarë qëllimisht korridorin e 8 në disa lote me vlera dhe numra 9 shifror. Po ashtu pyetjes se cilat janë firmat e ndërtimit, të cilat kanë leje mjedisore nga Këshilli Kombëtar i Territorit dhe Ujit për marrjen e inerteve në lumin Shkumbin dhe a janë respektuar këto leje? Asnjë përgjigje nga autoritetet mbi lejet dhe koordinatat e gryerjes së marrjes së inerteve në lumin Shkumbin, sepse në fakt këto janë dhe arsyet e katastrofës së krijuar. Pas një jave nuk kemi ende një përgjigje të saktë se kur do të jetë gati lëvizja e lirë e mjeteve dhe qytetarëve, që tregon pa aftësinë dhe pa përgjegjësinë e autoriteteve përgjegjëse. Përse rrugët po shëmben njëra pas tjetrës? Ndërkohë që bashkitë e Juglindjes dhe komunitetet lokale janë tërësisht të bllokuar, njerëzit kanë halle, janë të smur, kanë pleq, kanë fëmijë. Vetëm dje 12 pacientë të sëmur, të cilët janë nga Prenjasi, Rajca e Quksi, që bëjnë shërbimin e dializës në spitalin e Elbasanit, njëri prej cilëve edhe i afërmi im, mbeten të bllokuar në mëshirë të fatit në mes të kësaj katraure. Ndërkohë, arroganca e kryeministrit që përdor helikopter për të shkuar në Korçë, bashkë në këtë ditë i bën kashillëk mjerimit dhe gjendjes në të cilën ndodhen qytetarët. Banorët dhe komunitetet lokale presin përgjigje nga organet hetimore se kush e shkaktoi këtë katastrofë mjedisore dhe rrugore. Si përfundua në lum miliona euro të taksapaguesve shqiptar? Kush është përgjegjës për këtë rrëmet vjedhjesh, për këtë babzi, për këtë shkatrim rrugësh dhe për këtë papërgjegjësi institucionale? Faleminderit.